Gratë rurale në Ballkanin Perëndimor përballen me sfida të përbashkëta, qasje të kufizuar në tokë, resurse financiare, tregje dhe vendimarrje. Megjithatë, ato mbeten shtylla kryesore e shoqënisë dhe e komuniteteve tona, si tha dhe Agroni, ushqim familjet, mbajnë gjallë ekonominë rurale dhe ruajnë traditat e trashëgimisë kulturore. Përmes kësaj platforme rajonale për përmirësimin e statusit socioekonomik të grave rurale, ne kemi krijuar një hapësirë unike bashkëpunimi ku zërat e grave nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Malizi, Serbia dhe Bosnia Hercegovina bëhen më të fuqishëm së bashku. Ky bashkëpunim rajonal është një shembull konkret se si solidariteti, përvoja e ndarë dhe mbështetja reciproke mund të shndrohet në politika më të mira dhe ndryshime të prekshme në jetën e grave. Në Kosovë, ne kemi bërë hapa të rëndësishme dhe i përfshirjes së grave rurale në politikat bujqësore dhe zhvillimore. Megjithatë, rruga jo nuk ka mbaruar. Kemi ende shumë për të bërë në drejtim të zbatimit, sidomos të rekomandimeve të CEDAW-t sot ku do të flasim, si dhe për të adresuar boshllëqet e identifikuara në raportet e BE-s dhe për të siguruar që çdo gru në fshat të ketë drejta të barabarta dhe mundësi reale për të kontribuar e përfituar nga zhvillimi. Të nderuar miq, kjo konferencë nuk është vetëm një takim, është një thirrje për veprim. Nga këtu duhet të dalim me rekomandime të qarta, por mbi të gjitha me një zëvendësim të përbashkët që të fuqizojmë gratë rurale, jo vetëm me fjalë, por edhe në praktikë. Dua të përfundoj me një mesazh shumë të thjeshtë. Gratë rurale nuk janë vetëm përfituesit e politikave, ato janë aktore të barabarta, lidere dhe inovatore. Pa fuqizimin e tyre nuk mund të ketë zhvillim të qëndrueshëm as në Kosovë e as në Ballkan Perëndimor. Ju faleminderit shumë dhe ju uroj që kjo konferencë të jetë frymëzim për hapa konkret në vendin tonë. Faleminderit shumë. Është kënaqësi dhe nder i veçantë që sot jemi së bashku për të diskutuar për një temë rëndësi të madhe për zhvillimin e vendit dhe rajonit, që ka të bëjë me fuqizimin e grave rurale në Ballkanin Perëndimor. Qeveria e Republikës së Kosovës ka treguar për kushtim të madh për avancimin e barazisë gjinore dhe përfshirjen e grave në të gjitha proceset zhvillimore. Brenda këtij vizioni, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm për të krijuar më shumë mundësi për gratë në bujqësi. Përmes politikave afirmuese është lehtësuar qasja e tyre në grante dhe subvencione, duke vlerësuar kontributin dhe aftësinë e tyre. Në Ministrinë e Bujqësisë, fuqizimi i grave nuk shihet vetëm si detyrim ligjor apo moral, por si një investim i drejtë për drejtë në zhvillimin ekonomik dhe social të Kosovës. Për këtë arsye, kemi krijuar politika të qarta dhe mbështetje konkrete për gratë rurale. Në këtë kuadër janë vendosur një sër mekanizmash mbështetës që u japin grave më shumë mundësi për investime, ngritje të kapacitete profesionale dhe përfshirje në zinxhirin e vlerës bujqësore. Një rëndësi e veçantë i është dhënë edhe inkurajimit të kooperativave dhe grupeve prodhuese të drejtuara nga gratë, si dhe promovimit të produkteve të tyre në tregjet lokale dhe rajonale. Përmes bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtar, si dhe shoqërinë civile, kemi siguruar që politikat tona të jenë në përputhje me Konventën për eliminimin e çdo forme të diskriminimit ndaj grave dhe kemi mbështetur fuqishëm barazinë gjinore. Sigurisht që edhe sfidat ekzistojnë, por përmendim një nga sfidat si pronësia dhe qasja në financa, pavarësisht që ligjet tona garantojnë të drejta të barabarta të trashëgimisë, vetëm rreth 20% të pronave në Kosovë janë të regjistruara në emër të grave. Presioni shoqëror, norma tradicionale dhe praktikat konservative e bëjnë të vështirë qasjen në kredi, sepse shumica e bankave tona për kolateral kërkojnë pasuri të patonshme. Kjo do të thotë se shumë gra, edhe pse punojnë tokë, nuk mund të marrin kredi për ta zhvilluar biznesin e tyre agrorural. Gjithashtu, edhe një sfidë që vlen të përmendet është punësimi dhe ekonomia rurale. Në bujqësi, mbi gjysmën e fuqisë punëtore përbëjnë anëtarët e familjes, ku 58% prej tyre janë gra, por shumica punojnë në mënyrë jo formale, pa kontrata dhe pa kontribute pensionale. Kjo dëmton jo vetëm të ardhurat e tyre, por edhe sigurinë e tyre ekonomike në të ardhmen.
edhe pse ato mbajnë barën e prodhimit, shpesh nuk marrin pjesë në vendimmarrje për menaxhimin e burimeve. Megjithëse ka edhe disa sfida të tjera, por ne i shohim si mundësi për reforma të reja dhe përmirësime të vazhdueshme në të ardhmen. Të nderuar miq, fuqizimi i grave rurale mbetet një ndër prioritetet tona kryesore, sepse kur gratë kanë mundësi të barabarta, përfiton i gjithë vendi, rritet prodhimi, përmirësohet mirëqenia dhe kohezioni social. Le të shfrytëzojmë këtë konferencë për të ndarë përvojat dhe për të ndërtuar partneritete të reja që fuqizimi i grave rurale të shndrohet në një histori të përbashkët suksesi për gjithë Ballkanin Perëndimor. Ju faleminderit. Special regards to the rural women across the Balkan, because your strength, resilience and leadership inspire us all. This is the reason why we are all here. For me personally, it's a true honor to join you today in Pristina for this important regional gathering for empowerment of rural women across the Western Balkans. For over 6 or 7 decades, Sweden and VFF has rooted gender equality at the heart of the rural development. This long-standing commitment has led to the creation of a vibrant regional platform, one that unites voices, building bridges, and drive changes across borders and generations. Rural women, as previously mentioned, are the backbone of our communities. They take care of the family, they produce food, they manage land, and preserve tradition, often without any kind of recognition or equal access to the resources. Their contributions are vital to food security, climate resilience, and sustainable development in general. Yet, they continue to face systemic barriers rooted in the tradition, inequality, and limited access to land, to finance, and especially to the decision-making processes. Thanks to the dedication of our partner organizations and the energy of the platform members, we have already achieved significant results that will be later on be presented by the members of the platform. These achievements are not just milestones, they are proof that what is possible when we work together. Let today be a celebration, progress, and call for action. Let us reaffirm our shared vision, and VFF remains firmly committed to continue to technically, strategically, and financially support the platform. And I use this opportunity to warmly invite the donor community to join us in this very exciting journey. Thank you once again for your energy, your leadership, and your commitment. Let's make impossible possible, but do it together. Thank you very much, and I wish you a successful conference. Thank you. Dhe pjesëmarrjet e konferencës dyute regionale, Regional Conference on Rural Women's Empowerment in Western Balkans, e organizuar në Antalya EcoCos Women. Ja hoću sada da pričam na srpskog jezika. Ovo je moj prvi govor, obraćanje koji radim na ove albanskog jezika, ali nadam se da sljedeći put ja ću da budem bolja. A ovo je moj drugi govor koji pričam na srpskog jezika. Nisam htjela da pričam na engleskog jezika. Mi smo iz Balkana, mi smo iz Zapadan Balkan, mi možemo da se razumemo, mi imamo srca, mi znamo da pričamo. Ovo je važan događaj u pravcu stvaranja jedna regionalna inicijativa na Zapadnom Balkanu sa ciljem ujedinjanja ruralne žena i sproveđenja aktivnosti za unapređenje njihovih ekonomskih i socijalnog statusa. Ova inicijativa počela je 2023. godina, Makbule. To je bilo u Skopje. Imali smo jedna regionalna konferencija oko ženama i opet smo pričali oko ruralnih ženama. Ali onda je došla naša ideja, naš san sa Makbule da uradimo ova regionalna platforma, da ova pokrenemo kao inicijativa. I stvarno počeli smo da radimo u ljeto i da ova inicijativa, ovaj san sada bude realnost. Navistina je realnost. Ja sam uzbuđena kad ovo pričam, da vidim da toliko ruralnih ženama hoće da bude del od ove naše regionalne platforma. Želim da istaknem da ni sama nisam verovala da ovo možemo da uradimo, ali navistina sa toliko entuzijazma i aktivnosti mi smo stigli sada da budemo tu oko 100 ženama iz region Zapadnog Balkana. Bravo svima.
Želim da izrazim i svoje zahvalnosti koordinatorkama koje rade sa velikom posvećenjem za ova platforma, a to su Mima Dahić, naša koordinatorica iz Bosne i Hercegovina, Makbule Huseni, koja je naša koordinatorka iz Kosova, Vanja Zurić-Sondić, koja je naša koordinatorka iz Crne Gore, Dragana Đapić, koja je naša koordinatorica iz Srbije, i Afroviti Gušo, koja je naša koordinatorica iz Albanije. Cijela platforma funkcioniše, ja kao gledam, kao jedna pčelinja zajednica, da svi mi radimo, svi nešto sprovedemo, neke aktivnosti, postojano smo u komunikacije, da nešto napravimo i da neke rezultate dolaze na vistinsko mesto i da podobramo, da unapredimo ekonomski i socijalni status ruralne ženama iz Zapadnog Balkana. Evo i ova moja prezentacija koja će da bude na engleskog jezika, ali ja ću da govorim na srpskog jezika. Tako da mi nismo imali logo, sada imamo naše logo, već 2 meseca imamo i naše web strane. To je ta web strana gde možete da pročitate sve naše informacije, naša misija, naša vizija, naša struktura, naše nastane koje organiziramo ove 2 godine. Tako da ova web strana je na albanskog, srpskog, makedonskog i da može i međunarodna zajednica da nama razume, to je isto tako i na angleskog jezika.